Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një tur bashkëbisedimit me banorët e Malësisë së Madhe. Taksat e larta, mungesa e subvencioneve, rritja e çmimit të energjisë, papunësia dhe rënja e fuqisë blerëse kanë qenë shqetësimet që banorët i kanë shprehur Bashës. Krejt duane është i pasit, çmimet nga 2000 lekë që ishte Sherbela vitet kalume, këtë vit është stok gjithçka. Si shpjegohet? Kjo shpjegohet se kjo qeveri oligarkike e ka bërë monopol vetin çdo gjë. Erdhi me Neriush kryeministri dhe shpendau rreth 150.000-200.000 euro disa biznesmenë të cilët do ulin çmimin në sekonda. Në sekonda ulin çmimin dhe me sa duket edhe këtu i ka futur hund biznesi dhe oligarkia. Në listën e subvencioneve, në pasqyrat që pasqyron qeveria shqiptare figuron rreth 850 milion lekë subvencione për bujqësinë. Në realitet asnjë fermer nuk ka marrë kokër lekun. Të gjitha i kanë nda vetë me metodat e tyre mafioze ashtu si kanë. Pra unë i baj thirrje të gjithë qytetarëve, kudo që janë, të mlidhen dhe të thonë jo, të thonë stop kësaj qeveri. Populli ka sytë të ju, populli ka të sytë të ju. Shëroj suksese dhe marsikë. Një detyrë kryesore e kryetarit tashëm Bashkisë Malësisë Madhe do jetë edhe lufta pa kompromis kundër çdo klientele dhe oligarkie që godet jetët e mira banorëve që jetojnë me bime medicinale dhe duan. Sepse ja ku e kemi. Antoni nuk ka detyrë tjetër më të rëndësishme se sa të mbrojë këtë mënyrë jetese dhe punën e ndershme me cilën jetojnë këto qindra e mira familje. Oligarkia nuk mendon për ta. Për ta ka më shumë rëndësi 1-2 klient vetët, shtin ato parë në dorë, t'i ndajnë me Ilir Metën me Edi Ramën në Tiranë, se si do ta shtyjnë ditën, se si do ta mbyllin muajin. Ndaj këto zgjedhje me të vërtetë janë zgjedhje vendore, po janë zgjedhje për të pas këtu në Malësi të Madhe njeriu që do të bëj avokatë. Djalin e sportit diabet. Edhe gjithë shkatu i blej loqit me shtrejtën. Sa vjeç që ke djalin? Djalin e kam 9 vjeç. Edhe kemi diabet? Po, me diabet të tipit parë, këto janë letrat e tina. Sa të kushtojnë ilaçet muj? Ilaçet, po thonë doktor Esha, me majt dietat e tina kushtojnë 350.000 lekë mujore. Kjo është diagnoza ti që më ka dhënë spitali në Tiranë. Si i përballon? 96.000 lekë në shteti, tjerat janë që i përballoj ku mund gjej punë. Ti ja punon diku? Pas kur punon. Ku ke punu përpara? Asi se, vetëm pjelli bim medicinalin, mal asi që tjetër. Po ato s'po shiten? Ato, do me thënë, krasimi i vitit kalum, me cimime në Sherbelin që kam dërzua, 1.800.000 lekë ma pak. Ma pak? Po, plus dritat, më kanë arë 2.600.000 lekë me pagua pare dritash. Ma shumë, po? Me pagua për 20 muaj 2.600.000 lekë, plus 1.800.000, logarit i bashkë, bojnë 4.000.000 e sa. E sa janë të ardhurat e tua? Të ardhurat e mje janë më napin 39.000 lekë asistencë, komuna, 96.000 lekë që më napin kempin e djalit, plus që më kanë marrë, faktikisht, për kujdesit të vazhdueshme. Këtë më kanë vjellë. Për kujdesin e vazhdueshme. Ta kanë heqë? Po. A e di pse e kanë heqë? Sepse kanë vjedh $5 milion për insulinën shqiptarve. 9 vjeç e ka djalin, zotria, si e kemi? Pashko me caj. Pashku e ka 9 vjeç djalin me diabet dhe e kanë heqë nga skema mbështetjes, sepse këta për 4 muaj kanë vjedh $5 milion lekët e diabetikëve dhe lekët e kompensimit smundjeve të rënda. Kena një fukara, një gzim buje, ka 4 dvebër, po i thomë, që kur vend gjysë ty ka i nuk shef. I ka fëmi, ka dhe të shoqen, 4 vetë, dhe e kena dha një asistent simbolike, ashtë sa kanë komunat, i asistent sa me moj dhamë për nezën asë gjatë tjetër, nuk ka mujtë me qa. Për asyë se është një fukara, unë dhe të kishëm dash me po dhe në shfi ku jetë një mizheljan, ma të e përse mizheljan, a ka mundësi me mujtë institucion me hapë dikun derën, që marrë të ju ose të njerëzit dhe të institucione shëtënore që me mujtë me marrë i pensiona, i kompensim, se gjithë më shumë nuk qa, se nuk ka asë mundësi. Derën e ka mbyllë qeveria. Derën e vogël do të hapim me 21 qershor në Koplik, mas 21 qershori do të hapim dhe derën e madhe, me gjithë votat e bashkuara të Malësisë Madhe dhe gjithë shqiptarëve. Sepse kjo çfarë zgjidhje don kjo? E para do një kryetar bashkie që ta ketë derën e hapur për Hallexhit. Jo një kryetar bashkie ta ketë hapur për Ilir Metën e për Edi Ramën, po ta ketë hapur për Hallexhit e Malësisë Madhe. Ta ketë derën e hapur dhe të ketë programe dhe fonde për t'ju ardhur ndihmë. E dyta kërkon një rrugë zgjidhje, një rrugë dalje, sepse vetëm dera e hapur nuk mjafton. Çmimi i energjisë është bërë i papërballueshëm. Rritja taksave ka godit drejt për drejt fuqinë blerëse dhe biznesin.
çmimet e shportës kanë shkuar në stratosferë. Qa zgjidhje do t'i japim? Heqim me 20%, heqim TVSH-n, heqim 20% çmimin e mallrave të shportës. Kujt i vjen ndihmë familjeve të pamundura? Ulim me 25% çmimin e energjisë, kujt i vjen ndihmë më të pamundurve? Ulim taksat për biznesin, krijojmë më shumë vende pune në mënyrë që më shumë njerëz punëson të kenë më shumë të ardhura. Sigurisht nuk do të funksionojnë më në javës, por ne duhet ta hapim diku rrugën, se kështu siç po shkojmë gremin, gjithë, djathtë të majt. Prandaj me 21 qershor vota për Partinë Demokratike është votë për uljen e taksave, është votë për uljen e çmimit të energjisë, për rritjen e rrogave të pensionave, është votë për krimin e vendeve të reja të punës. Me 21 qershor për Anton Kokën dhe Partinë Demokratike hapim një rrugë tjetër, të ndalim të keqen të hapim një rrugë tjetër për vendin. Unë jam një fshatar për Shkelit. Pjerin Malotaj. Me çfarë jeton Pjerin? Unë jetoj me 40.000 lek asistencë, 40.000 lek vjetra, me kanë treja, faleminderit zotit. Veti 4 lek. A ke tokë? A kultivon? 600 metra kam tokë. As edhe i sent tjetër se kena. Qyshin janohet 45, burgosën, po shkatuar shqyqër zotit. Sa familjar ke? Na kanë pështua njerëzit e mirë të Shkelit, që inshallah para pështojnë ata shte kësaj zgjidhje skeqe, se gjithmonë në tonë verë, se e di Rama, e ka konsideruar popullin shqiptar sikur të ishin bagti. Absolutisht. Por edhe në pranë verë, ma mërë me një mua, e kanë pastru plehin, për me lonë bagtini fije ma shlishëm, edhe me kanë mon regull. Do pastrojmë plehin. Edhe do ta pastrojmë këtë pleh, me njëmë zotit e tonë shqiptarëve që janë shqiptu. I ra shërbez, çmimi gjysh për gjysh, nuk prit i merë dhe ai E dira. kryemin hishtri, ulla do pare këtyne biznesmenëve, edhe ra shërbela gjysh për gjysh. Ta kanë bërë subvencione të disa individëve që merren me shërbelën për të krijuar një monopol. Të grumbulluesve. Po, Jo të fermeri, po të grumbulluesve. Që të bjerë çmimi, edhe ta kenë kontrolluar. Dhe bilesa, ata që kanë marrë një pjesë e tyre që kanë marrë subvencione kanë filluar tash të bëjnë këtë lojën e blerjes votave, malsinë e madhe për interesat e qeverisë. Me 21 qershor duhet të ndalim të keqen që ka kapluar vendin ton dhe të votojmë Partinë Demokratike dhe kandidatin e saj në malsi të madhe Anton Kokën. Ka qenë kjo deklarata kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë takimit të zhvilluar në qytetin e Koplikut mes qindra përkrahësish. Në këtë ecje në Koplik kemi takuar së bashku 10 banor, por dhe fermerë zonave përreth, të cilët sot nuk kanë asnjë arsye për të festuar dhe asnjë mundësi për t'u dhënë atë që meritojnë fëmijëve tyre. Sepse janë goditur rënd në prodhimin e tyre, në punën e tyre, në mundësinë e tyre për të fituar me djesht e ballit. Shërbela, duhani, kultivimet e njohurat kësaj zone kanë kapur kotat më të ulta të çmimeve. Subvencionet të cilat u premtuan me bujt madhe para 2 vitesh, kanë përfunduar në duart e një grushti klientësh abuzivist dhe të korruptuar, të cilët përmes krijimit monopolit jo vetëm që nuk ndihmojnë në mbajtjen e çmimeve në strukturën e tregut ndërkombëtar, por e kanë hedhur kokë poshtë punën dhe djersën e fermerëve. Nga ana tjetër, pra puna dhe djersa e fermerëve të kësaj zone jo vetëm nuk shpërblet me çmime të paktën aq sa që ishin vjet, por po hidhet tutje. Pse? Sepse një grusht njerëzish, vetëm një grusht njerëzish kanë marrë qindra mijëra euro. Ju ka dhënë lek, më tha një zotëri, jo, ju ka dhënë taksat tuaja, ju ka dhënë taksat tona, ka shkelur premtimin për t'ju qëndruar afër fermerëve dhe i ka ndarë me allish verishe ato pare. Edi Rama, Ilir Meta dhe klientela tyre këtu në Koplik e në malësit madhe. Shpresën e kanë se me këto lek po blenë dignitetin tuaj. Kanë shpresë me këto lek mund t'i shmangen verdiktit dhe vendimit mbar popullor, besës që ka lidhë Malësia Madhe, të rinj e të reja, të moshuar katolik e musliman, për t'i dhënë mësimin e merituar, për t'i dhënë dëshkimin e merituar me votë, qeverisë mashtrimeve të nda, që premtoj 300.000 vende pune dhe vetëm mbylli vende pune.
që premtoi se do të ulte çmimin e energjisë dhe ngritje e bërit papërballueshëm për mijëra familje, që premtoi subvencione për bujqësinë. Dhe subvencionet jo vetëm nuk i solli për bujqësinë, por lekët e taksave tuaja i zhyti në disa xhepa korruptiv, me të cilët ndanë sot haraçin e djersës tuaj, që premtoi shëndetësi falas, por siç e pam edhe këtu në Malësi të Madhe, nuk jep kompensim as prindërve që kanë fëmijë të smur me sëmundje të ndryshme si diabeti apo sëmundje të tjera të rënda, sepse lekët e kompensimit i kanë vjedhur. $5 milion të shqiptarëve i kanë vjedhur në 4 muaj, nga dhjetori deri në prill, duke zbrazur kështu jo vetëm arkën e shtetit, por një nga fondet që është përcaktuar për t'i ardhur ndihmë më të pamundurve. Pa shpirtësia kësaj qeverie nuk ka fund. Pa përgjegjësiria e saj, po kështu është e pa precedent. Ai shikoni si dridhet e përdridhet nëpër Shqipëri, duke folur për gjithçka përveç problemeve të shqiptarëve, duke mos dhënë llogari për papunësinë, që tha se do ta ulte, duke mos dhënë llogari për varfrinë, që e ka shtuar, mjerimin, që e ka pesfishuar. Shqipëria po shkon drejt greminës ekonomike. Vetë shifrat e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare konfirmuan, edhe për muajin prill, një pikjat të eksporteve. Eksportet janë pikjat sepse është pikjat, biznesi shqiptar janë pikjat, janë në rënje të vazhdueshme, investimet e huaja është në rënje kreditimi. E vetmja që njeh ngritje, është propaganda bajate e Edi Ramës, që sot flet nga mëngjesi deri në darkë për gratë, a thua se i djeg shumë barku për to. Ky i apasionuri i madh pas grave, ky që nuk ja dir ka do të me burra dhe thot vetëm gratë, le t'jap pak përgjigje këtu në Malësi të Madhe se çfarë ka bërë për kryefamiljarët e Malësisë të Madhe. Çfarë ka bërë për t'u lehtësuar sado pak jetën? Çfarë ka bërë për gratë e Malësisë të Madhe për të mundësuar punësimin e tyre apo të burrave të tyre? S'ka bërë asgjë. I kanë nxjerrë masivisht nga lista ndihmës ekonomike. I kanë nxjerrë masivisht nga puna. I ka shtyr drejt mjerimit dhe dëshpërimit thellë. E vetë nga gjë që ka bërë me gratë Edi Rama është që i ka përdorur për të hequr rivalet e tij në parti. Dhe pasi hoqi rivalet e tij në parti, duke fut gra në për lista, i hoqi edhe gratë në për lista për të fut persona me rekorde kriminale në parlament. Kjo është e vetë nga gjë që ka bërë Edi Rama me gratë. Nuk ka shëndetësi falas, nuk ka legalizime falas. Fatura e korrupsionit për legalizimet është sot një nga barat më të rënda për qytetarët. Nuk ka punë, ka çmime të larta, ka taksa të larta, ka eksod masiv të shqiptarëve, a thua se vendi është luftë civile. E pra me 21 qershor, zonja dhe zotri, është koha ta ndalim të keqe. Si do ta ndalim? Do ta ndalim me votën tonë, do ta ndalim me votën tuaj. Me votën tuaj për Anton Kokën, kryebashkiakun e anshëm të Malësisë së Madhe. Fitoria e Partisë Demokratike dhe Anton Kokës këtu në Malësi të Madhe është ulur këmbkryq për javësh. Prandaj dhe janë bërë nervoz. E mendojnë se me presione gjithë farsojsh, e me lekët që ju kanë vjedhur ju, nga subvencionet që s'ju kanë dhënë kurrë, shpresojnë se mund ta ndryshojnë verdiktin. Unë ju bëj thirrje të gjithëve, pa përjashtim, të djathtë të majtë këtu në Malësi të Madhe, të bashkohen kundër kësaj skote mashtruesish, të bashkohen votat, dhe ju jap fjalën se vota juaj për Anton Kokën do të instaloj këtu në bashki kryebashkiakun, që do të punoj vetëm për ju, pite natë, dhe se vota për Partinë Demokratike dhe për aleatët tanë do të përkthehet në ulje të çmimit të energjisë, në falje të kamat vonesave, në ulje të taksave, duke bërë Shqipërinë me taksën më të ulët në Ballkan, sepse e meritojnë shqiptarët, sepse kanë të ardhurat më të ulura në Ballkan. Do të përkthehet në rritje rrogash dhe pensionesh dhe mbi gjitha në drejtësi, duke vënë para përgjegjësisë qeveritarët e korruptuar, duke ju nxjerrë nga xhepat dhe kontot e korrupsionit paratë që ju kanë vjedhur ju, duke i rikthyer këto para në ekonominë tuaj, në xhepat tuaj, në tavolinat tuaja. Ndaj dhe njerë, ju bëj thirrje të vazhdojmë kështu. Malësia e Madhe po i prim fitores tonë në shkallë vendi.
I zirit dhe qanë kanë për rinin, mos u shkurajoni. Kjo është beteja juaj, rini e Bashkisë Madhe. Prandaj dhe prej ju shtremben më shumë se sa djalli prej Temjanit. Por ta din që rinia Bashkisë Madhe është e pamposhtur në kratë Partisë Demokratike, në kratë Anton Kokës. Ajo tashmë ka punosur fitoren tonë, Bashkisë Madhe, për gjithë banorët e kësaj zone, për gjithë secili prej jush, për punë dhe dinjitet, për një tanë me të sigurt dhe një ekonomi të fortë. Zoti ju rujtë e ju bekoftë ju e familjet tuaja. 3 javë në ndaj nga vendimi përbashkët e masiv i Bashkisë Madhe për të zgjedhur Anton Kokën për fajsuesin e hallëve problemeve tuaja, edhe si zgjidhësin si ofertën e Bashkisë Madhe për t'i dhënë fund poshtrimit dhe për të vënë rrugën e zgjidhjeve problemet tuaja. Ndaj ju ftoj ta bëjmë natën ditë. Fitoria Anton Kokës tjetë një fitore e thellë, fitoria Partisë Demokratike e aleatëve tanë tjetë një fitore e thellë, tjetë një fitore që të hapë do e mos një shtrat tjetër, një rrugë tjetër për lumin e dëshirave, aspiratave, projekteve tuaja për punë dhe dignitet. Rrofshi ju, rrof Bashkia Madhe, fitore! Në të njëjtën linjë, kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu ka kërkuar nga malësorët mbështetje maksimale për Anton Kokën dhe partitë e djathta. Është kënaqësi të jam këtu sot me zotin Basha, jo vetëm për të deklaruar Antonin si kryetar i Demokratëve, Republikanëve dhe opozitës, por kam bindjen që Anton Koka do të jetë kryetari i Bashkisë që ta ketë derën e hapur për çdo qytetar dhe banor të kësaj zone, si për socialistët, si për demokratët, republikanët, njerëzit me dhe pa parti, se Antoni mbi çdo vlerë ka vlerë njerëzore për t'i parë në sy të gjithë ata që rrethojnë pavarësisht nga ngjyrimet politike. Prandaj ne jemi këtu t'i bëjmë thirrje të majtë dhe të djathtë të votojnë për Anton Kokën dhe jo për zgjatimet pushtetit tortakve Rama dhe Meta që duan të kontrollojnë jetën tuaj. Jo për zgjatimet korrupsionit që siç kanë bërë me Sherebelën për të falimentuar fermerët. Dhe ata që punojnë me djersën e ballit përpiqen që votat e subvencionit t'i kalojnë në dëm të interesave tuaja dhe biles tentojnë na blejnë dinjitetin, votën tonë, na blejnë shpirtin. Por malësia e madhe mbi çdo gjë ka pasur shpirtin dhe dinjitetin që nuk e fal as për Ramën, as për Metën dhe për askën tjetër. Zoti i ka fal malësisë madhe, malësorëve dhe gjithë Shqipërisë lirinë dhe jetën, dhe ne Zot njohim një. Dhe Rama dhe Meta do të kenë vendin e tyre të merituar me atë që po bëjnë kundër shqiptarëve. Le të shikojmë realitetin në sy, motra dhe vëllezër. Ju keni shumë kilometra afër këtu, jo shumë kilometra, po afër një vend si Mali i Zi. Le të bëjmë një krahasim. Në Malin e Zi sot investohet në Boga Bay 1.3 miliard dollar në një investim turistik. 800 milion dollar të tjera nga Azerbajxhani, 250 milion dollar nga Katari. Pyetja është pse? Sepse atje qeveria garanton kontratë dhe respekton investitorët e huaj. Sepse taksa atje është 9%, kurse në Shqipëri është 15%. TVSH-ja atje është 5%, ndërsa në Shqipëri është 20%. Sepse në zonat me zhvillim ekonomik të vonuar atje taksa është 0% për investimet e huaja, kurse në Shqipëri është 15%. Sepse atje ka një qeveri që mendon pro biznesi, se biznesi zhvillon ekonominë dhe punësimin, krijon të ardhura, kurse këtu kemi një qeveri që vetë të merë për vetet e vetë dhe vjet dhe biznesin e huaj, grabit investimet e huaja për t'ia dhënë klientëve të qeverisë. Ky është ndryshimi i madh që ne duhet ta bëjmë në 21 qershor me njerëz si Antoni, por edhe në të ardhmen tonë. Dua të them edhe një gjë tjetër. Në 2 vitet e para të pushtetit tonë 2005-2007, Shqipëria pati një rritje ekonomike galopante. Shkoi 9 deri në 10%. Kurse sot si jemi as nivelin e 2% dhe shkojmë drejt mjerimit. Pse u bë kjo? Sepse ne ulëm taksat dhe kjo është politika më e mirë që i shërben dhe atyre njerëzve në nevojë, dhe atij prindit që ka djalin diabetik, dhe atij prindit që ka fëmijë të verbër,
sepse zhvillimi i ekonomisë do të sjellë mundësitë të ardhura dhe do na bëjë të mundur punësimin. Ne zhvilluam infrastrukturën si në asnjë vend tjetër. Zoti Basha, gjithë qeveria, investuam në korridorin e kombit ton, investuam në më të mirën. Në 2 vite ne arritëm që të bijem këtu përfaqësuesit më të lartë politikës jashtme e politikave të mbrojtjes. E bëm Shqipërinë vend antar të NATO-s. Në 2 vite. Në qershor 2007 Shqipërinë e vizitoi presidenti Bush. Në qershor 2007 presidenti Bush deklaroi Shqipëria NATO dhe Kosova e pavarur. 10 ditë më parë. Çaj solli Rama Shqipërisë këto vite? Asnjë investim në infrastrukturë, por na solli si peshesh vizitën e kryeministit Vučić. Në qoftë se Bush i deklaroi Kosova e pavarur, në krah të Ramës Vučić deklaroi që Serbia dhe Metohia sipas tij është pjesë e Kosovës dhe u pasua me heshtjen e Ramës. Pra ky është dallimi. Për sa i përket punësimit, mposhtin varfërisë, interesit shqiptarëve. Prandaj ju ftoj në datën 21 qershor të shkojmë të gjithë në çdo shtëpi, të nxjerrim dhe të votojnë për Anton Kokën, të votojnë për partën, për dignitetin. Ju e keni në dorë fatin tuaj. Ju ftoj që të votoni Partitë Aleate dhe pa dyshim Partinë Republikane, sepse ne themi ta kemi Krushqin pandar. Votat për Anton Kokën dhe Partinë Demokratike, banorëve të Malësisë së Madhe, ju a kanë kërkuar edhe krerët e komunave. Jam shumë i emocionuar me sinqeritet, sepse jam i bindur që rezultati për Partinë Demokratike dhe për Anton Kokën është rezultat historik. Ne po vazhdojmë takimet që nga Kelmendi deri në Vrak. Kemi gjetëm shtetje më të madhe se 91-shin. Dhe të jemi të bindur. Ta ilustroj me një shembull të thjesht, një plak në Kelmend tha, mor vetëm budalla voton për Partinë Socialiste që ka bërë këto 2 vjet e fundit. Prandaj zoti Basha, ju jap fjalën në emrin e të gjithë malësorëve, se me 21 qershor do korrim një rezultat historik për Anton Kokën dhe për Partinë Demokratike. Unë kam një pyetje që pse duhet të votohet Partia Socialiste dhe kandidati i saj. Nuk kam gjetur asnjë përgjigje. Pyetja tjetër është që pse duhet votohet Partia Demokratike, koalicioni i djathtë dhe kandidati i saj. Sepse kam gjetur 1000 përgjigje, të cilat kanë bën jo vetëm mua, po marrë votuesit e Malësisë Madhe që duhet votohet vetëm kandidati i Partisë Demokratike dhe vetëm Partia Demokratike. U përmend shumë rinia. Nëse kena sy e shohim rinia në Malësinë e Madhe për ditë pa kohë. Nëse nuk votohet Partia Demokratike dhe kandidati i saj, rinia ka mundësi që të shkojnë të gjithë të lënë këtë vend dhe të marrin rrugët e emigrimit. Prandaj e bëj thirrje që të lejmë bërimin për familjen, për fëmijët dhe për gjithë ne, që 21 qershori të jetë dita kur na gëzojnë gjithë, na kthejnë dinjitetin, na kthejnë shpresën dhe mundësitë për të jetuar Malësinë e Madhe. Fitore, fitore, fitore. Mirë se erdhën Malësinë e Madhe, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha. Gjithashtu i uroj mirëseardhjen e kryetarit të Partisë Republikane e Aleatit për heshën Partisë Demokratike, zotit Fatmir Mediu. Të nderuar vëllezër e motra të Malësisë Madhe, ashtu siç më keni mbështetur mua gjatë gjithë kohës si kryetar partijit dhe si kryetar komunës i Shkrelit, kërkoj që të mbështetni dhe kandidatin ose kryetarin e ardhshëm të Bashkisë Koplikut, zotin Anton Kokaj. Besoj që fitoria e zotit Anton Kokaj nuk i përket zotit Anton Kokaj, po i përket gjithë malësorëve anëken nga Kelmeni në Vindvrak. Dhe asnjë nga malësorët nuk do dalin i humbur nga kjo betejë, siç bani thirrje dhe kryetari i Partisë Demokratike, nga kjo betejë të dalin të fituam si të majtit, si të djathtit e Malësisë Madhe. Duke uruar edhe herë suksese, besoj që Partia Malësia Madhe ka qenë të mbetet me Partinë Demokratike. Jam i sigurt se sfida 21 qershorit është e fituar, sepse në Malësinë Madhe nuk ka shans me fitu kusht tjetër veç Partisë Demokratike.
Tarshëm zotit Anton Koka. Problemi dhe sfida e Anton Kokë, se Partisë Demokratike dhe gjithve ne është me realizu pritshmëritë e gjithë të në njerëzve të mrekullueshëm të Malësisë Madhe gjatë qeverisjes së tij. Jam shumë i bindur se Anton Koka me mbështetjen e Partisë Demokratike do të qeverisë shumë mirë bashkë me ju, bashkë me ne gjithë, në që të realizojmë gjithë pritshmëritë e njerëzve. Ju shpërblejmë gjithë këtë përkrahje të madhe që i ka dhënë Partisë Demokratike dhe gjithë kandidatët e saj në vite. Për shëndetit tënde dhe urimin fitoren e kandidatit të Partisë Demokratike. Ju falenderoj për emocionet që na jepni gjatë gjithë fushatës. Dua të bëj thirrje. Grave, vajzave, nënave. Mendoni për të ardhmen tuaj. Mendoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Me 21 qershor, ajo është Anton Kokaj e Partisë. Përpara banorëve të Malësisë, Anton Kokaj ka kërkuar që me 21 qershor u tregohet rruga atyre personave që po mbajnë peng Malësinë e Madhe. Masa për mbështetjen që po jep Malësisë Madhe në këtë fushat dhe do t'japin gjithë një në vazhdim. Vëllezër e motra malësor, me datën 21 qershor t'ju japim dhe t'ju tregojmë rrugën gjithë atyre përfaqësuesve dhe mbështetësve që janë shumë të vegjël në Malësinë Madhe, t'ju tregojmë rrugën me 21 qershor dhe t'ju thojmë që Malësia Madhe është e Malësisë Madhe dhe do menaxhohet dhe do të vetohet me dignitet nga Malësia Madhe. Kemi një rrugë të gjatë, me gjatë do të besoj që do t'i dalim me shumë sukses. Po me gjatë është menaxhimi dhe drejtimi i Malësisë Madhe, ku atë ju jap fjalën se do jeni ju ata që do merrni pjesë në vendimet dhe në drejtimin dhe menaxhimin mes Malësisë Madhe. Zoti kryetar, ju falenderoj dhe populli i Malësisë Madhe ju falenderoj jashtëzakonisht për mbështetjen. Zoti kryetar i Partisë Demokratike, shumë faleminderit. Në zgjedhjet e 21 qershorit, Partia Demokratike me kandidatin e saj për këtë bashki, Anton Kokën, synon një fitore të thellë në këtë bashki.